Prej vitesh drejtësia që ishte nën kontrollin e ish kryeministrit Sali Berisha dhe miqve të tij Fatos Nano, Ilir Metaj dhe Edi Rama, grumbullonte provat e çdo vrasjeje Tropojani, por asnjëherë nuk e thirri Sali Berishën as si të akuzuar. Me krijimin e SPAK nën patronazhin e ndërkombëtarëve, u hap për herë të parë një dosje ndaj Sali Berishës, pas kallëzimit të Aisha Haklajt, shoqëruar me 14 orë deklarime me data, vende, skenar, kurthe, emra vrasësishe viktimash, bashkëpunëtorësh dhe emër urdhëruesi, financuesi e mbrojtësi të vrasësve të vëllezërve të saj dhe të tjerëve. Hetimet vazhdojnë dhe pozitat e Sali Berishës dhe besnikëve të tij në ato kohë mund të tronditen pasi është depozituar një kallëzim i ri penal nga Shote Haklaj dhe Vjollca Haklaj, ndaj ish presidentit dhe deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Sali Berisha dhe disa personave të tjerë. Kallëzimi penal paraqet një sër provash, dokumentesh dhe materialesh filmike që sipas palës kallëzuese vërtetojnë përgjegjësinë ligjore të të akuzuarve. Ato lidhen me vrasjen e 3 shtetasve të së njëjtës familje, Sokol Haklaj, Eles Haklaj dhe Cen Haklaj. 12 të kallëzuarit bashkë me Sali Berishën në krye. Të kallëzuarit në SPAK nga Shote Haklaj dhe Vjollca Haklaj janë Sali Berisha, Sokol Mulosmani, Miftar Lumneshi, Rasim Lumneshi, Besim Hajdarmata, Zef Leshi, Agim Vuka, Fufi Mamuras, Haki Halil Hoxha, Sokol Zmai Hoxha, Elez Imer Kuliçi, Riza Banush Metalia dhe Hamdi Shaqir Çelaku. Sipas kallëzimit penal që disponon Gazeta Sot, personat e sipërm akuzohen për vepra penale të rënda si vrasje në rrethana të tjera cilësuese, parashikuar nga neni 79 fraksion D i Kodit Penal, organizatë kriminale, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar penal, shpërdorimi i detyrës, korrupsion pasivi i prokurorit, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, përkraja e autorit të krimit. Referuar fakteve të paraqitura, kallëzuesit argumentojnë se për motive hakmarrëse politike dhe private, të kallëzuarit janë përgjegjës për vrasjen e 3 familjarëve të viktimave, Elez Haklaj, Sokol Haklaj dhe Cen Haklaj. Si rrjedhoi, ata kanë mbledhur prova të mjaftueshme për të depozituar këtë kallëzim penal dhe kërkojnë ndërhyrjen e organeve kompetente për vënie në vend të drejtësisë. Çfarë kërkojnë familjarët e viktimave? Familjarët e viktimave Sokol Haklaj, Elez Haklaj dhe Cen Haklaj akuzojnë drejt për drejt Sali Berishën si krijuesin e organizatës kriminale që ka bërë ekzekutimin e 3 pjesëtarëve të familjes së tyre për hakmarrje primitive, pse nuk e ndoqën pas këta agent të Serbisë dhe të futjes së Shqipërisë dhe shqiptarëve në vrasjet zinxhir që ka bërë posaçërisht ndaj familjes Haklaj. Emrat e 3 kriminalëve që kanë qenë në makinë nga ku janë qelluar Elez Haklaj dhe Cen Haklaj, emrin e personit të kërcënuar tek lloçi i Kolgecajve, emrin e personit me cilin kanë folur pas varrezave të Margegajve këta kriminal, si dhe emrin e personit të organizatës kriminale nga Dragobia, në shtëpinë e të cilit kanë fjetur atë natë pas 2 vrasjeve të kryera grupi kriminal. Familjarët e viktimave do t'i paraqesin para jush.